Miqtë të televizionit Alsat, jam sot këtu në Shkup për të ju uruar festën e Bajramit. Uroj shumë që të keni pasur një agjerim të lehtë dhe lutje të pranuara gjatë muajit të Ramazanit, dhe më bëhet shumë qefi që do të jemi bashkë sot gjatë festës së Bajramit për të festuar me mënyra të ndryshme. Unë do kem kënaqësinë sot të kem pas pak të ftuar Hoxhën Mufis Rustemi, i cili do të na tregoj pak më tepër për rëndësinë e festës së Bajramit, kuptimin islamik, cilat janë ndoshta arsyet prapa festës së Bajramit, për nga ku buron kjo festë ose nga kur ka ngelur tradit kjo festë, dhe shumë informacione të tjera. Shumë faleminderit për pranimin e ftesës, urime një herë juve festa e Bajramit, lutje edhe agjerim të pranuar. Na thoni pak më tepër si ka kaluar ky muaj për ju personalisht, por edhe për njerëzit me cilët keni pasur kontakt. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte me të vërtet një Ramazan shumë i begatshëm, kemi kaluar shumë bukur, duke bërë vizita të ndryshme në xhami të ndryshme edhe këtu në vendlindje, por edhe në diasporë. Gjithashtu duke kaluar momente shumë të këndshme me familjarët tonë, me besimtarët, pra gjithçka ka qenë në formën më të mirë të mundshme. Të gjithë besimtarët e presin me padurim edhe festën e Bajramit për shumë arsye, po cila është ajo arsyeja për prapa kuptimit, më mirë thënë, ose arsyeja fetare e festës së Bajramit? Në të vërtet, festa e Bajramit është një falëndrim që ne ja bëjmë Zotit, për arsye se vinë me njëherë pas muajit Ramazanit, që është muaj i zbritjes së Kur'anit, ose i fillimit të zbritjes së Kur'anit, dhe ne falëndrojmë Zotin që na e ka dhënë Kur'anin, që është udhërëfijës për jetën tonë. Gjithashtu e falëndrojmë edhe Zotin që na e bëri të mundur që ta përjetojmë edhe një Ramazan, ta agjerojmë brenda këtij Ramazani, duke e ditur se shpërblimi i agjerimit është shumë i madh. Dhe thot pejgamberi alayhis salam se ai i cili agjeron Ramazanin ose mban Ramazan dhe me iman të plot, me besim të plot në Zotin dhe duke shpresuar në shpërblimet e Zotit, Zoti atij ja fal të gjitha mëkatet që i ka bërë në kaluarën. Prandaj edhe ne festojmë për arsye se jemi mirënjohës ndaj Zotit që na dha shëndet, na dha jetë, të përjetojmë një Ramazan, të agjerojmë ashtu siç Zoti don dhe pastaj inshallah të shpresojmë edhe në shpërblimet e Zotit. Dhe gjithashtu neve mundohemi të festojmë për arsye se agjerimi dhe Ramazani na mësuan që të mos jemi vetëm egoist, mos jemi vetëm vetanak, por të mundohemi të jemi edhe në shërbim të njerëzve tjerë, sidomos nevojtarve. Prandaj edhe ne në ditën e fundit të Ramazanit japim edhe fitra në mënyrë që të gëzohemi bashkarisht edhe me njerëzit tjerë. Pra është një ditë falëndrimi që neve me sukses arritëm të përmbyllim një muaj me plot sakrificë, një muaj me plot angazhim, adhurime, lutje dhe gjithçka, ose edhe duke qenë afër me njëri tjetrin, për arsye se Ramazani na bashkon të gjithëve në sofrën e syfirit edhe të iftarit. Pra edhe në fund të falëndrojmë Zotin, duke shpresuar që edhe Zoti të jetë i kënaqur me gjithë neve dhe me adhurimet tona. Përmendet fitrat, kush është i obliguar t'i jap edhe si është e parapar kjo pjesë? Do të thonë, fitrat është i obliguar t'i jap çdo një musliman, edhe ato nuk ka moshë të caktuar. Pra nga ai që ndoshta sapo ka lindur deri tek më i moshuari, çdo kush e ka për obligim të jap fitër, e cila zakonisht llogaritet një ushqim ditor për të nevojtarët, por edhe Zoti thot në Kur'an, nëse ju e shtoni të dhënmen, Zoti u shton shpërblimet. Pra sa më shumë që mundemi të japim, aq është edhe më mirë. Të gjithë neve që Zoti na ka dhënë pasuri, është e mirë që në ditën e Bajramit të gëzohemi bashkë me ata që ndoshta Zoti i ka sprovuar në pasurinë e tyre, në mënyrë që Bajrami të jetë festë për të gjithë neve. Dhe kuptohet atë që e tham më herët, Profeti alayhis salam thot, asnjëri prej juve nuk është besimtar i sinqert nëse bie në gjumë me barkun e tij të ngopet, ndërsa fqiun e tij nuk e zen gjumi nga uria. Dhe njëjtë nuk është besimtar i mirë asnjëri prej neve nëse ne i gëzohemi festës së Fitr Bajramit, ndërsa kujshia ose njerëzit përreth neve ndoshta nuk mund të festojnë për shkak të skamjes. Prandaj edhe qëllimi i fitrit që neve japim është të jemi në shërbim të nevojtarve, ta pastrojmë zemrën tonë nga egoizmi dhe gjithashtu për të pranuar edhe agjerimi jonë të Zotit, sepse ka një thënie profetike që thot agjerimi i besimtarit qëndron mes tokës dhe qiellit, nuk ngritet te Zoti pa mos e dhënë edhe fitrin apo lëmoshën që ne duhet që ja japim nevojtarve. Prandaj edhe fitri ka dimensionet edhe fetare, por gjithashtu edhe atë sociale dhe humanitare. Kujt duhet dhënë fitri, kush hyn në kategorinë e nevojtarve? Zakonisht dietarët thonë se fitri i jepet të gjithë atyre që u jepet edhe zeqati, pra ato 8 kategori që i ka përmendur në Kur'an, mirë po prioritet ka i varfër apo nevojtar. Dhe i varfër llogaritet çdo njeri i cili nuk ka arrin gradën e nisabit. Nisabi është dikundi
91 gram ari, që bie dikon të 7.000 euro. Do me thënë nëse është nevojtar që nuk ndoshta ka kull mbi kokë, mirë po nuk ka gjërat elementare për të gëzuar edhe ai dhe familja e tij gjatë Bajramit, ne lejohet që atyre t'u japim fitrat. Pra nuk është kusht që t'jetë me të vërtet i varfër skajshmërisht, qoftë edhe nëse ka një nivel spaku elementar të jetës së tij, edhe atyre lejohet që t'u japim fitrat në mënyrë që ditën e Bajramit ai mos e çaj kokën e tij se nga do siguroj sofrën e Bajramit, si do i vesh për shembull fëmijët e tij kështu me radhë, spaku atë derë t'u hekin atyre besimtarë të tjerë që ndoshta Zoti ka nderuar me më shumë pasuri. Janë njerëzit tonë solidar, japin ndihmë? Besoj se janë shumë solidar, për arsye se neve falë Zotit edhe si shqiptar kemi një shpirt shumë solidar, po pastaj edhe si besimtar kemi një shpirt shumë solidar, sepse thot profeti a.s. një thënie shumë të bukur, ai i cili jep, ai është afër Zotit, është afër profetit, është afër njerëzive, është afër parajsës edhe është larg ferit. Ndërsa ai i cili është dorë shtrënguar, ai është larg Zotit, larg profetit, larg njerëzive, larg parajsës edhe afër ferit. Prandaj neve gjithmonë na urdhron edhe feja jon, por edhe siç thamë edhe tradita jon kombëtare, që të jemi gjithmonë në shërbim të njerëzve të tjerë dhe t'u duam gjithkuja që e duam për veten tonë. Fundja, thot profeti a.s. në një hadith tjetër, nuk e ka kompletuar imanin asnjëri prej juve përderisa nuk e don për tjetrin atë çka nuk e don për veten e tij. Prandaj edhe ne, nëse Zoti na ka nderuar me të mira, është shumë e rëndësishme që gjithashtu të njëjtën t'u duam edhe të tjerëve dhe të punojmë bashkarisht për të mirën e tjerëve. Sepse kur e pyetën të dërguarin e Zotit kush është njeriu më i dashur te Zoti, dhe ne ndonjëherë mendojmë se më i dashur te Zoti është ai i cili falet, agjeron e kështu me radhë, mirë po profeti e tha ndryshe. Më i dashur prej juve te Zoti është ai i cili është në ndihmën dhe në shërbimin e njerëzve të tjerë. Prandaj kjo na ngjall tek neve edhe shpirtin e solidaritetit që të jemi gjithmonë në ndihmën e nevojtarëve dhe në ndihmën e njerëzve që kanë nevojë për ndihmën tonë. Do guxoj t'ju bëj një pyetje pak më jashteme, nëse doni përgjigjuni nëse jo, po thjesht po thoni që duhet të jemi në shërbimin e të tjerëve dhe pajtohem plotësisht në këtë. Ne ju kemi lënë pak si më shumë barën grave, edhe gjatë muajit të Ramazanit, bara e gatimit, por edhe në Bajram, po nisem nga eksperienca ime personale. Sikur nënat edhe agjerojnë edhe na gatuajnë edhe në Bajram njësoj, duhet burrat të jenë në shërbim të popullit. Sinqerisht, nëse dikush është hero në gjithë këtë Ramazan, ato janë nënat dhe gratë tona, motrat tona, të cilët jo vetëm që janë munduar të agjerojnë, të afrojnë Zotit përmes ibadeteve dhe adhurimeve të ndryshme, gjithashtu kanë qenë edhe në shërbim të familjes. Prandaj dhe atyre u takon mirënjohja më e madhe, por edhe shpërblimi më i madh nga Zoti, por arsye se ato e kanë edhe shpërblimin e agjerimit, edhe shpërblimin e qenurit në shërbim të familjes, po edhe musafirëve që shpeshherë kemi thirrur nëpër shtëpiat tona. Prandaj besoj se çdo burr sonte ose sot në këtë ditë Bajrami duhet shkoj dhe të kërkoj një halallëk nga bashortja e tij, nga nëna e tij, nga gjithë ata që na kanë ndihmuar neve, po pse jo edhe të japim dhe një dhuratë të mirë. Bile duke ardhur këndej një shokë imi më tregoi se ka disa rajone këtu tek neve që i thonë sot është dita e krypës. Dhe unë habita çka është kjo, tha është dita kur burri duhet që jap një dhuratë bashortës së tij, për shkak të asaj se ajo ka përgatitur ushqim edhe pa mos e shijuar as pak sa ka kryp apo nuk ka kryp. Prandaj edhe llogaritet një dhuratë apo një hedije që duhet t'ja jap burri bashortës së tij, nënave tona, dhe besoj se është shumë e mirë. Por arsye se sinqerisht ne si meshkuj ndoshta kemi agjeruar mirë, po se kemi pas dertin e ushqimit. Edhe pse nuk është kjo e mirë, unë besoj se edhe nëse marrim shembull profetin a.s. ai ishte gjithmonë në ndihmën e bashortës së tij. Ai dinte edhe të gajtuaj, shpeshherë edhe i qepte vetë teshët e tij, ndërsa ne sot sikur jemi larguar pak nga kjo traditë dhe duhet të kthehemi në të, që bara e gatimit mos jetë vetëm e grave tona dhe nënave tona, por edhe ne t'u ndihmojmë atyre bashkarisht. Nëse nuk e bëjmë këtë, spaku le t'i shpërblejmë ato me një dhuratë të mirë, sepse me të vërtet kanë dhënë shumë mund dhe lutemi te Zoti që të gjitha nënat tona, gratë tona, motrat tona, të cilat kanë qenë në shërbim tonin, duke na ofruar ushqime të lloj-llojshme dhe shumë të shijshme, Zoti i shpërbleft edhe me shpërblimin e agjerimit, e që është falje mëkatesh, por edhe me shpërblimin e qenurit në shërbim të familjes. Ka gjatë ditës së Bajramit pjesë kulturore që i kemi ne ndoshta dhe si kanë pjesët tjera të, nuk e di, rajonit?
Besoj gati se shumica e traditave janë të ngjashme. Dita e Bajramit zakonisht është ditë kur njerëzit shkojnë dhe vizitojnë familjarët dhe kjo është e mira, për arsye se ne e dimë se koha në cilën jetojmë është shumë dinamike dhe njeriu bashkëkohor sikur është larguar pak nga rrethi i tij familjar dhe shoqëror, prandaj edhe na vim festa e Bajramit që neve të na afrojmë me njëri tjetrin, të vizitojmë njëri tjetrin, t'ia urojmë Bajramin, por gjithashtu edhe t'ia urojmë adhurimet që i ka bërë duke lutur Zotin që ato t'ja bëj kabul, si themi ne, ose t'ja pranoj dhe realisht i japim mish dhe njëri tjetrit se me të vërtet kemi arritur që me sukses ta kryejmë një mision me cilën neve na ka ngarkuar Zoti. Dhe besoj se këto tradita, me sa e shoh që ne i kemi këtu, gati se janë tek një pjesë dërmuese e popullatës muslimane, jo vetëm në rajon, por edhe në mbar botën përgjithësi. Ndoshta mund të ketë ndonjë dallim të vogël, mirë po në përgjithësi jemi gati se në të njëjtat, domethënë, rrethana ose Çfarë rëndësie ka ky afrimi mes familjarësh në këtë ditë, por edhe gjatë muajit të Ramazanit? Sa e rëndësishme është vizita që ju bëhet familjarëve në këtë ditë? Realisht është shumë e rëndësishme, për arsye se neve edhe gjatë predikimeve që i bëjmë qoftë gjatë Ramazanit, qoftë edhe jashtë saj, nuk ka mundësi ne ta mendojmë lidhjen tonë me Zotin nëse i kemi shkëputur lidhjet me familjen dhe me njerëzit tjerë. Sepse ka një thënie profetike shumë të rëndësishme, thot ai që e ka shkëputur lidhjen me familjen e tij, me farefisin e tij, e ka shkëputur lidhjen edhe me Zotin. Dhe ai që e ka mbajtur lidhjen me farefisin dhe me njerëzit tjerë, ai e ka mbajtur lidhjen edhe me Zotin. Prandaj ne jemi të interesuar që gjatë muajit të Ramazanit, sikur e kemi forcuar lidhjen tonë me Zotin duke kryer sa më shumë adhurime, mirëpo nuk e arrim kulmin e lidhjes tonë me Zotin nëse e kemi shkëputur lidhjen edhe me njëri tjetrin, sidomos me familjarët tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, nëse kemi bërë lëshime gjatë Ramazanit, nuk kemi mbajtur vizita familjare, spaku në ditën e Bajramit ta përmirësojmë këtë gjë, të vizitojmë njerëzit tonë të dashur të familjes, dajallarët, hallat, tezat e kështu me radhë, gjithçka që kemi, sepse me të vërtetë është një urdhëm fetar. Po kuptohet mbi të gjitha është edhe vlerë njerëzore që neve t'i mbajmë raportet me njëri tjetrin. Në përgjithësi, sa e rëndësishme është të mbahen veset e mira pas Ramazanit, apo themi që ky është një muaj ku duhet të reflektojmë, t'i heqim veset e këqija, ndoshta edhe të mësojmë veset të mira dhe t'ja bëjmë vetes traditë, sa e rëndësishme është vazhdimi këtyre veseve pas Ramazanit. Kjo besoj se është shumë e rëndësishme dhe është realisht ndoshta ajo që shpeshherë besimtarët edhe më pak i vendojnë rëndësi kësaj. Ka një shprehje shumë të bukur te dietarët islam, thot, agjerimi i çdo njërit prej neve fillon pas Ramazanit. Edhe namazi i çdo njërit prej neve fillon pas namazit. Edhe haxhi fillon pas haxhit. Çka do me thonë kjo? Neve në Ramazan u mësuam si të jemi njerëz të mirë. Në Ramazan neve mësuam se si ta pastrojmë zemrën tonë nga urrëtia, nga dashakeqësia, nga armiqësia. Gjatë Ramazanit mësuam se si të jemi në shërbim, siç tham, të njerëzve të tjerë, që ndihmojmë atyre, të jemi solidar. Dhe nëse këtë nuk e vazhdojmë edhe pas Ramazanit, atëherë në të vërtet kemi dështuar. Kjo do me thënë se nuk e kemi arritur qëllimin e agjerimit tonë. Prandaj, nëse dëshirojmë të shohim agjerimi jonë është i pranuar apo jo, le të shohim pas Ramazanit a jemi njerëz më të mirë apo jo. Nëse ne kemi ndryshuar, jemi bërë më të mirë, sepse nëse agjerimi na i fali mëkatet tona, kjo do me thonë ne duhet fillojmë një jetë të re, një faqe të re edhe me Zotin, edhe me njerëzit tjerë, duke qenë tamam njerëz siç na don edhe Zoti. Nuk mund ta mendojmë asnjëherë një agjerues që gjatë Ramazanit ka dhënë shumë mund për t'u afruar Zotit dhe pastaj gjatë Ramazanit të jetë njëri jo i mirë me njerëzit tjerë, sepse kur e pyetën profetin a.s. kush janë njerëzit që më shumë t'i hyjnë në xhenet, tha janë ata që janë të devotshëm me Zotin dhe sillen mirë me njerëzit. Nuk e veçoi pra vetëm devotshmërinë, por edhe sjelljen me njerëzit, sepse thot përsëri profeti, njerëzit me besim më të kompletuar janë ata që e kanë sjelljen më të mirë. Ta ka tejkaluar në besim ai i cili ta ka tejkaluar në sjellje të mirë. Prandaj këto që i mësojmë, këto vlera morale sidomos që i mësojmë neve gjatë Ramazanit, duhet patjetër të reflektojnë në sjelljen tonë, në veprimet tona, edhe jashtë Ramazanit. Nëse nuk na bën agjerimi jo njerëz më të mirë, nëse namazi jo nuk na bën njerëz më të mirë, nëse haxhi që e bëjmë neve nuk na bën njerëz më të mirë, atëherë pse i bëjmë këto? Zoti nuk është i nevojshëm për agjerimin tonë, Zoti nuk është i nevojshëm për namazin tonë, por dëshiron përmes këtyre ibadeteve të na e përsos neve shpirtin tonë, të na e përsos sjelljen tonë dhe të na bëjë njerëz të dobishëm edhe për veten, por edhe për shoqërinë ku jetojmë neve në përgjithësi.
Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, edhe për hajër festa e Fitër Bajramit, inshallah qoftë festë çdo ditë e jetës tonë.